Një përparësi unike e Loyola Gimnazium është mundësia e shkollimit me konvikt. Ne kemi 2 konvikte, një për vajza dhe një për djem, me kapacitet deri në 200 nxënës, të cilët gjatë gjithë kohës janë nën përkujdesjen e edukatorëve. Nuk është që tjetë ose të shihet vetëm si një strej ose si një fjetore, por konvikti ka për qëllim që të formojë individin. Nxënësi ju në aspektin e shkollës apo mësim nxënjes të zhvillohet, por ka shi konviktit të zhvillohet edhe në aspektin social, në aspektin shoqëror dhe të bëhet vetvetja. Si ka mundësi që të bëhet vetvetja, shtrohet pyetja tjetër për nxënësin në konvikt. Të pas parasysh që një ambient pa rregulla nuk ishte më qenë edhe shumë funksional, atëherë nxënësi në vetë ballafaqimin e rregullave, do të jepet një mundësi e shkëlqyeshme që ai të formohet si individ. Jeta pa rregulla quhet e shturur, ndërsa konvikti ka për qëllim që nxënësat jo vetëm të trajtohen si nxënësat që vinë dhe shkojnë në shkollë, por që nxënësat bëhen taft për vetveten e vet, vetëdijshëm edhe të bëhen të krijojnë një stabilitet ose një forcë për të ardhmen e tyre që kur marrin shkollë ata mos kenë problem për ambientimin në çfarëdo lloj ambienti kudo që të shkojnë apo kudo që jetojnë. Konviktin e Loyolës e ban të denjë pastërtia. Kur thënë pastërtia nuk flas për pastërtinë higjienike të ambientit, por flas për pastërtinë e mendimit ose qëllimit, sepse konvikti thashë edhe më herë që është i denjë ose provon të jetë i denjë për faktin që ofron shërbim nxënësve në mënyrë të padallueshme, në fakt nuk ka asnjë lloj dallimi se i përket racës, gjinisë apo kulturës apo fesë apo këto gjëra të tjera. Është një ambient shumë i ngrohtë, shumë familjar, njerëzit janë gjithmonë në shërbim të nxënësave edhe mundohen që të paktën me ato mundësi që janë krijohet një ambient sa më i ngrohtë, sa më familjar, ku nxënësit mos ta kenë vetëm ndjenjën e të shkuarit në shkollë, por ta kenë edhe atë ndjenjën familjare, të mësojnë nxënësat se si të bashkëndajnë ose të ndajnë si të mirën, si të keqen, socializohen, krijohet një ambient social për nxënësat, që ta gjojnë njëri tjetrin ose të ndihmojnë njëri tjetrin. Nuk do të ishte përmbush qëllimi i Loyolës, po sigurisht ishte konvikti. Kur e them këta, kam parasysh sepse konvikti apo Loyola nuk është themeluar ose nuk është kanë qëllimi që të jetë në shërbim vetëm një pjesë në regionit Kosovës, por të jetë edhe në shërbim të gjithë Kosovës, thuja gati se edhe më gjerë. Kur them këta, kam parasysh faktin sepse vetë nxënësat që vinë për vendeve të ndryshme e përmbushin Loyolën ose eksperjencat e tyre ose vendet për i ka vinë, do të të Loyola bëhet edhe më përmbushur edhe jep kuptim komplet jetës edhe punës në Loyolë. Pas parasysh që ne kemi nxënësa për gjitha trevave shqiptare, po të thuja, atëherë edhe eksperjenca në Loyolë ose Loyola si eksperiencë është jashtëzakonisht e plotësuar. Në Loyola Konvikt kanë nxënës të sapo ardhur dhe nxënës që jetojnë aty tani e disa vjet. Ti dëgjojmë nxënësit se çfarë thonë për jetën konviktore. Konvikti është vendi ku ne si nxënës kemi vendosur ta bëjmë shtëpi të dytë dhe ku po kalojmë një pjesë mjaft të rëndësishme të jetës sonë. Në ambientet e këtij vendi kemi mundësinë të ndjejmë plotësinë familjare të dytë, të kontaktojmë me njerëz të ndryshëm, të bashkëpunojmë dhe mbi të gjitha të respektojmë njëri tjetrin. Ndër ambientet ku ne jemi për herë të rrethuar janë menza, është salla e sportit, aula dhe salla e leximit. Ne argëtohemi në mënyra të ndryshme, edhe në ambientit ndryshme, ku e largojmë energjinë negative dhe lodhjen që e fitojmë gjatë ditës në shkollë. Aktivitetet nuk mungojnë asnjëherë dhe në këto raste janë të shoqëruara nga edukatorët. Koha e lirë është koha kur nxënësit konviktorë relaksohen nga shkolla dhe bëjnë aktivitete të ndryshme. Ne si nxënës konviktorë në bashkëpunim me edukatorët tanë
shpesh organizojmë aktivitete të ndryshme të cilat kanë për qëllim argëtimin tonë dhe shmangjen e lodhjes gjatë shkollës, gjatë ditës. Këto aktivitete na mësojnë që neve me mos me ndi mungesën familjare, edhe pasi që dy vetë është i pare i joni larg prindërve dhe familjes, dhe normalisht si çdo fëmijë e kemi një lloj një hapësirë zbrast dhe një mungesë që e ndjejmë. Mirë po me këto aktivitete që i bëjmë në Konvikt, na kanë ndihmuar që na me pas një ndjenjë, një ngrohtësi familjare, na kanë bërë domethënë mu adaptu më shpejt edhe mu socializu me njerëz dhe grupe të ndryshme. Ndërsa sa i përket sallës aula, ne shfrytëzojmë atë në kohën tonë të lirë, duke marrë parasysh aktivitetet, dëshirat tona, të cilat për shembull janë party, bife, prova, programe të ndryshme, po ashtu edhe shikimi i ndonjë filmi i cili organizohet nga Kino Konvikt. Socializimi në Konvikt nuk është shumë i veçuar, sepse fjala Konvikt do të thotë një farë forme socializim. Ndërsa sa i përket gjeneratave që janë gjenerata të ndryshme, absolut nuk është e vështirë, për shkak se në Konvikt ekzistojnë disa rregulla që të gjithë nxënësit pavarësisht gjeneratës duhet i përshtaten me aty në rregulla. Zakonisht kur jetojmë në bashkësi normal që duhet me ekzistuar edhe rregull. Po me ishte rregulla atëherë edhe funksionimi nuk do të ishte i mirë. Ndërsa sa i përket socializimit generatat mes veti nuk është shumë e vështirë për shkak se na i ndajmë grupe si aktivitetet, si gjithçka, domethënë brenda Konviktit që ushtrohet dhe punohet në Konvikt. Aty mundet me qenë pak a shumë më e vështirë kur bëhet fjalë te mësimi, kur bëhet fjalë te detyrat, domethënë ato përgjegjësi që i ndajnë me moshë. Po sido që të jetë socializimi është shumë i lehtë për shkak se aktivitetet janë për të gjithë nxënësit. Çfarë do qofshin ato, aktivitetet janë të njëjta. Kështu që nuk është shumë e vështirë. Edhe Konvikti është bajgësi atraktiv për nxënësit. Tu e marrë parasysh të aktivitete, si që kemi edhe, për shembull, kemi futbollin, kemi edhe futbollin e vajzave, kemi aktrimin, e kemi zakonisht bëjmë edhe debate, diskutime, kështu që aty mundën me marrë pjesë pavarësisht gjeneratës. Kështu që nuk është shumë e vështirë. Menza është vendi im i preferuar në Konvikt, për shkak se ushqimi është i shëshëm dhe kalorik, por mbi të gjitha i shëndetshëm. Menza është vendi ku nxënësit socializohen me njëri tjetrin dhe në këtë mënyrë ne relaksohemi nga detyrat. Për aspektet e tjera të menzës është se nxënësi mund të bashkëpunojë me kolegjinjarët tanë në përgatitjen e ushqimit dhe gjithashtu në pastrimin e pjattëve. Dhe në këtë mënyrë ne fitojmë aftësi të ndryshme për jetë. Të qëndrosh e familjes është e vështirë, por kur kalon 2 vite larg tyre, tash më mësuar nga përgjithësi. Takimi me familjarët në vikend, gjëja e preferuar çdo nxënësi që ka provuar jetën konviktore në Lejola Konvikt. Janë shumë gjëra në Lejola, të cilat të ndihmojnë që ti të mos ndjesh mungesën e familjes tënde dhe të mos ndihesh asnjëherë i vetmuar. Duke filluar nga shokët dhe edukatorët që të ndihmojnë që ti të ndihesh rehat dhe i qetë në mendjen tënde. Nga Konvikti, unë kam fituar shumë, sepse Konvikti më ka ndihmuar që të hez disa pese dhe më ka dharuar disa virtyte. Nga Konvikti, kam fituar dhe shumë aftësi si higjiena dhe përpikshmëria. Po ashtu, Konvikti më ka ndihmuar në njohjen e mentaliteteve dhe kulturave të reja, duke bërë edhe bashkëpunime në shkollat jashtë. Unë kam kuptuar se qëllimi kryesor i Konviktit është socializimi dhe pavarësimi i individit. Ne si konviktor jemi të gatshëm për të përballur me sfidat që do të kemi në jetë në të ardhmen. Aktivitetet sportive gjen vend të rëndësishëm në rutinën tonë si nxënës konviktor të gjimnazit. Brenda por dhe jashtë sallës zhvillohen aktivitete qoftë individuale, por edhe në grupe nga edukatorët tanë. Për mua, vendi më preferuar është salla e sportit, të cilën e frekuentoj rregullisht, dhe është vend ideal ku bëhet gëshëtimi i socializimit mes nxënësve dhe mirëqenia për shëndetin tonë.
Sportet më të erëse në sallën tonë të sportit janë futbolli, basketbolli, volejbolli, ping-pongi, gjimnastika, por edhe fitnessi, i cili aplikohet nga nxënësit tanë në Kuni. Ky është konvikti i gjimnazit Loyola, vendi ideal i cili ju bën të ndiheni komod, të gjeni veten dhe të arrini qëllimin e arsimit dhe edukimit tuaj. Këtu në Loyola Konvikt.